Hello, friends, welcome back and happy Wednesday. Today is July 1st. Happy July month, and we started another vlog. Welcome. Another vlog, another wizard vlog, but this time I changed my wizard diary. Po të me bo, kështu që po filloj me një video tjetër, me një video të cilën i kam mbledh video disa në qershor e tani, dhe kam bërë një video të tjetër, ndoshta të bukur, të mirë, taman wizarding, edhe do të jetojmë, t'ju tregojmë se si jeton një wizard ditari i një magjistar. Kështu që po fillojmë edhe të shohim si do t'jetë edhe kjo video e parë e korikut, do më thonë dhe me My Wizard Diary. Tani jemi këtu në park për të marrë disa pendla të mira, të vogla për një vendosën aty.
Shiko. Ja, kusht. Një, edhe jera po fryn, pak po dojmë me pushu dikon, edhe pastaj po mbledhim për me vendu, këti është e madhe, po mdukut, po, e shohim. Këtu ka shumë pendla, për shkak se këtu jetojnë, se është vërëntuar. Si duket koha, do mu prish. Se rreth atje kanë ardhur deri këtë dhe kanë. Këtu jetojnë sora të ndryshëm, siç po I dëgjojmë, edhe ka pendla të ndryshme. Çka pak është e dëmtuar, çto ndukët. Se dia me marrë si është tëmt. Ok, këta pelshojnë. Pelshum atje. Ja ku jemi në park këtu. Ja ku jemi këtu në park edhe pushojmë edhe pak. Pastaj po quami po shkojmë. Edhe në tërgu është kafe. Nuk është smugu, por është summer wind që fryen dhe kështu që po e shijoj. Është vërëntuar shumë. Tani dua të marr pak pendla. Shiko, kjo është e bukur e mirë. E vogël. Shiko që kjo sa e madhe. Pa e marrë edhe që të madhen. Dhe pastaj gjojmë edhe një ma të vogël. Që ku është? Edhe një e vogël. Pas ka të vogla këtu shumë. Shiko që tu ka edhe gjethe. Gjethe që summer wind. Me gjethe kështu. Por do të marrim akoma të vogla. Shiko edhe që kjo është e vogël. Po kjo është prish. Do të marrim akoma të vogla pat. Po është që atje s'ka nevoj me hima mbrenda. Shumë e vogël. Okej, ja ku është. Edhe një. Sa bukur. Edhe Mamma mia. Sa bukur. Shumë e mirë. Edhe jo. Atëherë. Ku kemi dikon ma të vogla. Shiko. Gjethet. Neve na nevojitëm tamam 3 copa. Ja ku është edhe një. Fantastik. Ti futim brenda qëta. Dhe po më duke që është mjaft. Shiko. Gjithë edhe këtë është një. Sa e bukur. Ka ik. Shumë e mirë kjo edhe qaj e vogla. Që kjo që të... Që kështë. Çatış.
Drika, dy hamburgerën. Hamburger. Summer wing. Happy summer. Spucky honey. Gjë dhe kjo tjetra. Mamma mia. Gjë dhe madhe. Se interesant. Gjë dhe që se interesant. Gjë dhe kjo tjetra. Gjë black. Gjë dhe kjo tjetra black. Gjë Halloween, Hello Kitty. Shiko, se interesant. Kurse tani dua t'ju tregoj disa gjëra që kam marrën për Summerwin, sidomos qirin dhe gjërat që ndesin, për të si atë me erë, dhe disa dekore të tjera të cilën jemi duke dekoruar dhomën time për Dark Akademia dhe kështu dal nga dal duke e rregulluar. Pa humbur kohë ju tregoj, kam pakës diçka për ju tregu e pastaj e shohim. Ja ku janë këtu, një ditë të qershorit kur isha duke u kthyer nga deti, i kam ble, shiko, i kam gjetë këtu dyja këtu, të njëjta prap 20 me 20, si kjo tjetra këto, apshe që e kemi vendosur, tani kemi këto, kjo është për Dark Academia My Room, kështu që edhe një duhet mu vendos qëtu, edhe një e madhe atje, kështu që shiko se sa fantastike i kam gjetë dhe këto dyja, 99 cent, 99 cent, nga 2,49 €, dhe më thonë zbritje e madhe, dhe i kam marrë 2 copa. Ja ku e kam edhe një kështu të cilën e kam ble dhe po du më s'po di a me vendos qatje apo me vendosën qëtu, këtu edhe si shenjë, pastaj nuk e di a me bo a me shkrytu Diagon Alley apo Magical diçka, apo edhe me shkryt si Alexandrie City apo Alexandrie City këtu poshtë, apo diçka tjetër për me qa është këtu me Wizarding ose diçka tjetër. I ka marrën me këto në gjamba, ditë kur jam këty pi detit, shiko 40 copa kështu aromatik, pse shiko e kam ndez, i kam hap edhe një e kam ndez shumë bukur përike me këto, shiko se sa fantastike me këto star edhe elefanti këtu kështu, sa pjo vjen era mirë. Këtu ne e kom ndez një ditë dhe bukur shumë fantastik. Këtu janë diçka për My Dark Academia, decor për everyday. Këtu për Summerwin candle, new candle. Shiko, kjo është me deti, era fantastike orange, si e gjelë bërqil, edhe e kaltër. Aromat fantastike, po vim. Kurse kjo tjetra është me flower, është me të verdh, përsëri si e kaltërt, me kaltër ma të mshil, apshe, edhe si me pembe, i kam edhe qëtu greeny, qëtu, shiko se sa fantastike bukur, tani kemi shumë greeny ma mshil, greeny ma mshil, ma qil, kaltër qil, kaltër mshil, orange, edhe jakuja. Këtu candle për Summerwin. Ja ku e kam edhe këtë mbajtësën e qirinve këtu dhe e kam bli another këtu dhe janë me 3 copa këtu, shiko se sa bukur, sa fantastike, kjo tani me 3 candle black dhe përin fantastike këtu tek dhoma ime këtu, dritarja, dhe shiko se sa bukur përin me këtu me 3 candle black candle. Ja ku jemi këtu, tani jemi kthy dhe ja ku i kam këtu dhe do të punojmë me këtu për t'i rregulluar altarin edhe gjërat atje, kështu që po du mi rregullu edhe për mi
tregu bashkë me këtë fletën këtu, edhe shtut. Okej, tash t'ju tregoj. Shiko, ku janë këtu, i kisha marrë 1, 2, 3, 4, 5, 6, bashkë me fletën edhe me këtu. Tani këtu po du me punu në këtë altarin këtu edhe këtu, ndoshta mi gjitë diçka mi vendosën, por në fillim ndoshta këtu ma të vogla apo ma të mdhaja. Prap e madhe që kjo ma e vogël për mu vendos apo të shumë që kjo ma e vogël apo edhe që kjo për mi vendosën në qëto të shohim. Okej, shiko se ku e vendosa këtu apshe pastaj një tjetër këtu të zezë edhe një tjetër këtu, por në qëta e vendosa këtë gjethja e cila më ka pru fat dhe e lash qëtu letrin gjethja këtu, edhe qëta e vendosa ashtu sepse kje ishte këtu, e kom vendos këtu, edhe qëtu, edhe qëtu, edhe një qambet e vendosa qëtu. Kështu që Jakubu. Këto u bën këtu. Ja ku janë këtu, të cilat po du mi vendos qëtu, në këtë pjesën këtu, që shtët, është kjo këtu dhe wow, fantastike, shumë bukur përin. Dhe ja ku është gjethja këtu e cila është në këtë kaldron, nuk unë rejnë këtu, por do e me lonë qëtu, që shtët, për me ndajt këtu, me nasjel fat. Spooky cake, chocolate and white and black. Interesante. Spooky cake in summer rain. Dhe lost për today e fundit, duhet të tregoj diçka se qa kom marrën. Dhe kjo video është para shumë ditësh, por më në fund finally I have letrat e Artaros. Yes, fantastike, super të mira. Dhe ja ku janë. Okej, finally i kam këtu dhe do t'ju tregoj tash po i hap. Shpresoj që mundemi. Wow. Shiko ku është edhe libri. Ja ku janë edhe letra. Oh my god. Shiko dhe letra vë. My god, ja ku. Yes. Jam të gjithate për today është kjo, për është e mija, qiko është libri fantastik, shpjegime dhe ka disa gjona kompakt, qërehona, yes, dhe shpjegimet këtu, ja ku është kjo këtu, që është kështët edhe, ja ku është e para këtu. Mamma mia! Ja ku janë letrat edhe po i hap tani. Ja dhe ku po i hapi. Oh my god! Oh my god! Oh! Oh, yes. Shiko letra. Opa.
E për today e kam këtu që do ta vendos te altari dhe do ta shohim pastaj se çfarë do të thot. E kam lexu. Shi. Już nishi. Oh my god. Oh, me shqita. Fantastike. Shumë bukur. Oh, do ta mbaroj. Shumë bukur janë të renditura. Dhe ja ku janë kështu. Dhe mamma mia. Okej, unë po i lo këtu aty te altari edhe po e lo edhe këto te altari. Today. Atëherë, ja ku e kom lënë këtu dhe e kom me librin book mbrenda është këtu. Ja ku I kam letrat këtu, pastaj kur t'i shohim edhe çka janë si janë ditë për ditë dhe ja ku e kom lënë për sot është kjo, të cilën e kom hapur dhe ja ku është. Jam shumë I lumtur, shiko se sa bukur këtë. Tani është bë altari im tamam. Kom marrë edhe qita për book, kështu që ka me Summer Rain tani, dhe shiko se sa bukur, edhe fantastike. Këta gratis më hanon, kështu që qita po e lo që shtët, okej, me të rinë që shtët, dhe jakuja. Ja ku është Hana, po gati e plot nuk është e plot. Dhe është natë, po thuaj se ora 12. Dhe shiko se sa bukur duket Hana. Fantastike qetë jashtë. Është shumë vonë. Dhe Hana, pra po e shohim dikun, jam I gëzuar. Po e shohim dikun. Të paktën. The moon. Më duket se kjo është the green moon. June green moon in my lunar calendar. Green moon. In a June. Kanë fillu me vendos shumë filma të mirë tani. Magjistaresk, themi kështu. Filmat që lidhen edhe me Summer Rain, ndonjëherë edhe me fall, ndonjëherë edhe shumë horror, por të mira po I vendosim, po I shikoj, edhe jam duke I shikuar edhe pak, dhe pastaj po shkoj edhe po flaj, është ora 12:15, kështu që e përfundojmë këtë video të sotit. Kjo pra është edhe tërë sa kemi përgatitur edhe për sot. Gjithë ju që pëlqeni videot mia bëni like, bëni subscribe për të gjitha videot mia në kanalin në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.